Hej, përshëndetje të gjithëve, përshëndetje, uroj të jeni sa më mirë, jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe për të gjithë ju që nuk e dini, përveç YouTube-it, unë kam edhe një adres Instagrami, TikTok-u e Facebook-u, në të gjitha më gjeni me emrin Adisa's Kitchen. Gjithashtu, nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë të re. Receta e sotme është e thjeshtë, e shpejt, nuk ka shqiptar që nuk e pëlqen. Në fakt, unë sot kam sjellë një version të ri, të cilin e kam marrë nga një mikesh në Instagram, që faqja e së cilës quhet Bonbon Taste. Do ta link këtu poshtë adresën dhe nëse keni qejf mund ta ndiqni edhe atë. Unë do e bëj me qep të njoma si pranverë që është, por mund ta bëni me spinaq, me presh apo me çfarë të dëshironi ju. Shpejt e shpejt fillojmë nga puna. Si fillim do na duhen 5 deri 7 qep të njoma. Do të grim të gjitha qepët në copza jo shumë të vogla, por gjithsesi do të grim. Unë këto qepët i kam nga Baqja dhe sigurisht që janë shumë të shijshme, mi kam bjerë vjera ime kur ishte këtu. Të njëjtën gjë do të bëjmë me të gjitha qepët. Në një tigan do të shtojmë vaj ulliri. Kam vazhduar duke shtuar të gjitha qepët. Do të shtojmë një lugë çaj me krip. Qepët do i skuqem për 5 deri 7 minuta, nuk ka nevojë që të skuqen shumë, thjesht duhet që të na zbuten pak. Tani do të shtojmë pak kopër dhe majdarnoz, nëse nuk i pëlqen erëzat, mund të mos i shtoni, erëzat janë gjithmonë me dëshirë, dhe nëse ndiqni videon deri në fund fare, do ju shfaqen 4 recetat më të pëlqyera nga të gjithë ju. Pra recetat e mia më virale janë kryesisht receta tradicionale. Tani shpejt e shpejt do fillojmë përgatisim brumin. Në një tas të madh kam shtuar 2 vezë. Brumin do bëjmë me miell misri që bëhet aq i shijshëm. Tani do të shtojmë një gjysmë gote me qumësht. Kam shtuar edhe gjysmë gote kos, por nuk arrita ta xhiroj. Shtojmë gjithashtu një lugë çaji plot me krip. Do të shtojmë rreth gjysmë gote me vaj ulliri ose ndoshta edhe më pak. Në këto momente kujtohemi të ndezim furrën që ajo të ngrohet mirë para se të fusim pispilin ton. Do të shtojmë një gjysmë paketimi me fryrës keku, që është afërsisht rreth 8 gram. Përzi mirë të gjithë përbërësit që të na krijohet një masë sa më homogjene dhe një trajtshme. Tani kam vazhduar duke shtuar një gotë plot me miell misri, por gjithsesi do shojmë edhe pak me sy nëse do na duhet pak më shumë apo pak më pak. Ajo që duam ne është që të krijojmë një masë të hollë, pak a shumë si ajo e ki. Kjo është pjesa e fundit të miellit të misrit, pra afërsisht një gotë e gjysmë me miell misri. Masën e brumit e kemi gati, tani do e bashkojmë me qepët. Të gjithë masën e qepëve do e bashkojmë. Thjesht i përzihem pak me spatull që masa të bëhet homogjene. Mua më pëlqen që pispilia të dalë e hollë dhe disi krokante, prandaj kam marrë një tepsi që është 33 cm, por mund ta bëni në tepsi më të vogël, do ju dalë pak më e trashë, por gjithsesi krokante do dalë sepse kjo varet nga pjekja, po e bëj me pak vaj ulliri dhe letër furre poshtë. Do i shtojmë sipër pak vaj ulliri dhe do vendosim të piqet në 180 gradë Celsius. Furra duhet jetë me ventilim sa e shohim që fillon të marrë ngjyrë të artë në sipërfaqe.
Shikoni pak çfarë mrekullie, unë them lumë kush e provon. Shikoni pak sa I shishëm duke. Uh, 10 minutat e fundit duhet lënë 10-15 minuta me nxehtësinë vetëm poshtë, kalojeni të gjithë tepsinë tek pjesa e poshtë me furrës dhe kalojeni nxehtësinë vetëm poshtë, kështu do të piqet nga të dyja anët. Unë nuk e bëra gjithë kohën, prandaj nuk është pjekur plotësisht, por gjithsesi edhe kështu është shumë mirë. Çfarë fjem I butë, I kulluar, I shkrifët, ju sugjeroj shumë, po shumë ta provoni. Ju falenderoj nga zemra që e ndoqët këtë video deri në fund dhe ju sugjeroj shumë ta provoni këtë recetë pispillie, ju bëft mirë nëse e provoni dhe nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoni për çdo recetë të re.